Hoxha, tha njerëz që vetë vriten shkaku i magjisë, cili është gjykimi mbi ta? Lutja Allahun Azza që t'i falë, t'i mëshiroj. Ta dim një gjë se Allahu është i drejtë me secilin, është i mëshirshëm me gjithkund. Allahu nuk i ban askujt pa drejtësi, po ashtu Zoti e di të mëshiftën e secilit prej neve. Prandaj asesi mos mendoni se Zoti ashtu i dëmton, stakfirullah, njerëzit që vetë vriten. Na din që me myt veten është haram, prej haramet të mëdha, por nëse janë faktorët e jashtëm për vetvrasje, ndikimet e magjisë apo problemet psiqike ose detyrimet nga dikush tjetër, Allahu raste të caktuara, Allahu i di ma mirë se sa na të mëshiftën e dukshmën. Nëse nuk ka qenë vetvetja njeriu kur e ka myt veten, por në ndikimin e magjisë edhe e gjente kanë shtin një gjë të tillë, padyshim që Allahu Azza as nuk e dënon, por edhe në anën tjetër inshallah taala ka më shpërbly për atë sprovë që i ka ndodhur. Edhe e gjenët të cilët e kanë shti, ose magjia dhe magjistarët që kanë shti me e bon këtë krim, apo këtë mëkat, ata kanë mu dënu për këtë rahmetlin. Kështu që na themi mos t'i gjykojmë njerëzit të cilët e kanë myt veten, ta lëm gjykimin e tyre te Allahu. Ta lëm te Allahu. Allahu i falt ata, neve dhe na mëshiroft gjithëve. Amin.